Autoriteti Kombëtar I Ushqimit vepron dhe operon me operatorët e biznesit ushqimor që janë të pajisur me një NIPT. Okej. Dhe ato Kjo është hallka që neve nuk ndërhyjmë dot. Dhe ata tregtar ambulant të cilët dalin në treg dhe tregtojnë, varen I është pjesë e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit të pushtetit vendor. Ai kuptoj. Që është bashkia. Ne herës kemi ndërmarrë për t'i larguar, por targeti I drejt për drejt është pushteti vendor, sepse neve nuk mund të ndërhyjmë tek ai fshatari që del aty në rrugë, pasi ne e çojmë si problematik, por janë ata policia bashkiake I cili nuk duhet I lejoj që këta shitës ambulant të tregtojnë këto produkte ushqimore në treg pa asnjë kushti. Dhe në momenti që nuk ndërhyjnë Autoriteti Kombëtar I Ushqimit, se targeti I tij është operatori I biznesit ushqimor I cili posedon një NIPT në tatime apo që ka një licencë, atëherë vetë konsumatori nuk duhet ta blej, sepse ai nuk e di edhe sikur ai qumshi të jetë I freskët I sapo sjell, ai nuk di se si është trajtuar kafsha, nuk di se si është trajtuar bima, ai nuk di asnjë lloj gjëje, përveç te shtrirja në tokë që është makabër nuk mund t'i marrësh. E vërtet, për më tepër një shishe ujë nuk mund të përdoret 2 herë. Pavarësisht çmimit, ndoshta I referohet një çmimi apo në psikozën e tyre thonë që është qumësh bio apo është mish bio apo produkt bio, po jo, nuk ka lidhje fare me këtë. Ai është një produkt I pasigurt dhe nuk duhet të blihet. Okej.